dhe kur jemi tek festat e fundvitit, fëmijët janë magjia e tyre, por ata shumë duan edhe pemën e vitit të ri. Ajo e cila simbolizon festat e fundvitit, përçon dashuri, qetësi, mbi të gjitha e dhuron një lloj energjie që na mungon gjatë tërë vitit dhe mbush atë sidomos në periudhën e fundit. Kur jemi tek kjo, ne mezi presim që ka mesi muajit nëntor, fillimi muajit dhjetor, ta vendosim pemën e vitit të ri në këndin më të mirë të shtëpisë, e stolisim atë në mënyrë më të mirë që ajo të marrë dhe vëmendje e saj, pra nuk ka një datë të saktë se kur ajo duhet që të vendoset, por ka një të tillë ku ju duhet që të largoni atë përfundimisht. Dhe bëhet fjalë pikërisht për datën 6 janar, pra keni kohë edhe nesër që ju të largoni atë përfundimisht, sepse nëse nuk e largoni, ajo mund të sjellë ters dhe fatëzi. Kalendarit julian. Dhe kur të paketoni zbukurimet, bëjeni me dashuri dhe falënderim për gëzimin që ju dhan. Kjo thuhet se siguron që viti tjetër t'ju gjej sërish me harmoni dhe bollëk.